Paketa e reformës në drejtësi do të pësojë ndryshime me justifikimin se e kërkon Evropa. Në Komisionin Parlamentar për Nismat Qytetare nisi shqyrtimi i ndryshimeve të propozuara në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe në ligjin për organet e drejtësisë. Në rendin e ditës kemi 2 projekt ligje teje të rëndësishme. Janë 2 projekt ligje që kanë të bëjnë me paketën e reformës në drejtësi. Pra prekin 2 nga 7 projekt ligjet bazë të reformës në drejtësi, që janë. Propozimet për ndryshimet në projekt ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Shqipërisë, si dhe në ligjin e organeve të drejtësisë, vinë në komisionet parlamentare nga deputeti i Partisë Socialiste Olsi Komici, ish komisioner në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Ndihemi nderuar që jam iniciator i kësaj nisme për ndryshimet ligjore, dy ligje delikate të paketës ligjore të reformës në drejtësi, siç janë ligji 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, po ashtu edhe ligji 115/2016 për organet e qeverisjes në sistemin e drejtësisë, për të plotësuar ato mangësi që mund të ketë, qoftë në kuadrin legjislativ apo dhe zbatimit konkret të tij në praktikë. Këto ndërhyrje shënon një kalim nga reforma legislative drejt reformës institucionale funksionale, ku parimet e transparencës, meritokracisë dhe llogaridhënies marrin një formë të qartë nëpërmjet dispozitave konkrete dhe mekanizmave zbatues. Diskutimet mbi ndryshimet në ligjet bazë të reformës në drejtësi u zhvilluan pa praninë e opozitës për shkak të vendimmarrjes së tyre politike për të bojkotuar komisionet parlamentare në shenjë proteste. Reforma në drejtësi përbën një nga reformat më të rëndësishme shtetëformuese të shtetit shqiptar dhe pjesë e kësaj arkitekture apo një nga shtyllat më të rëndësishme të kësaj arkitekture padyshim që është edhe ligji 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Gjatë zbatimit dhe implementimit në praktik të këtij ligji janë evidentuar disa problematika të cilat kolegu jonë, zoti Komici, ka synuar që nëpërmjet nismës propozuar t'i adresojmë. Përvoja praktike ka treguar se kuadri ligjor aktual ka pasur disa mangësi, sidomos në procesin e përzgjedhjes së anëtarëve jo magjistrat, mungesa e përkufizimeve të qarta ligjore, procedurat e fragmentuara të verifikimit pasurisë dhe figurës, mungesa e afateve detyruese për bashkëpunimin ndërinstitucional, kanë sjellë vonesa, pasiguri procedurale dhe në disa raste bllokim të funksionimit normal të KLG-s dhe KLP-s për shkak të mungesës së kuorumit. Në komentet e tij mbi ndryshimet e 2 ligjeve të paketës së reformës në drejtësi, Fatmir Gjafaj u shpreh se synohet të rritet përgjegjësia dhe llogaridhënia në institucionet e reja të drejtësisë. Tashmë ky është një fakt që këto ndryshime janë të domosdoshme në kuadrin e angazhimeve të marra në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian dhe çka i imponon këtë kalendar. Shqetësimi im personal është që respektimi i këtij kalendari nuk duhet të cënoj ose ta përjashtoj kujdesin për thelbin, për përmbajtjen, për substancën e këtyre amendamenteve. Projekt ligjet për disa ndryshime në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë dhe për disa ndryshime në ligjin për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë u prezantuan edhe në Komisionin për Çështjet Ligjore.